Qytetarë të nderuar, këtu jemi në qytetin e Kukësit të familja Cena 5 antar. Kjo familje jeton në këtë shtëpi në gjendje shumë të mjerueshme ekonomike. Me ndihmën e një vllau ton i cili ka dëshiruar që të jetë anonim, i ndihmuam kësaj familjes me pak ushqimore dhe me veshmbathje. Ta shikojmë gjithë së bashku deri në fund. O vllai i nderuar, o i motër e dashur, jep sadaka e mos u ndal. Vazhdojeni me zemër se Allahu i don ata që jep. Se Allahu i don ata që jep. Vetëm invalid të burrin e kam pa qenë, djalin e kam invalid. A merrni ndonjë ndihmë nga shteti apo punoni kuno? Në kempin kam unë edhe djali edhe burri. Se donë jam invalid, kam mekën e gjaks. Që këtë vit. Nuk kam bezuar për më punu. O vllai i nderuar, o i motër e dashur, jep sadaka e mos u ndal. Vazhdojeni me zemër se Allahu i don ata që jep.